shoqënia që kena pas, ka me gjithmonë e pa arrushme. Për mu dhe me thonë rrojt e mija kanë këtu dhe kanë me tu, asë nuk diskutohet. Besoj që runi shumë kujtimin nga periudha aktivizimit me vllaznin. Është një kujtes shumë e gjatë. Me thonë, duke fillu prej 1984 shita pensen. Që pensen, 85, pa bravo. Vllai e din më mirë se unë. 85, dhe me thonë, kur unë hina këtu këtë aktivizohem me vllaznin, dhe kam memorien bile djetu ne me Vitor Brizën, që ishte një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe për mua. Vitori ka pasken se bebi që unë hina me lujtë, me thonë eshin e parë, sepse ishte pa mujtë në atë periudhë, me thonë me adzon vendin në lojtarit. Si që pati Vitori diqa me profesor Astritin, një mosmarrëveshje dhe profesor Astriti e dënej një javë, 2 javë diqa kështë. Edhe më thiri mua, më tha, Ilir, tha keme me zëvendësu tha Vitorin, tha, dhe absolutisht, tha, mas me pas emocione, tha, luj, tha, njështu si ban servitje, tha, si njështu, tha, me mu paraqita dhe në lojt dilin. Betohem, nuk kam fjet qysht prej martën atë mërkurin ishte unë, deri dilin, nuk kam fjet absolutisht prej emocione. Ashmatev ishte me Vlonin, kundër Vlonës. Edhe më kujtohet si djetë, me thonë që i Loni, Vukatana, jashtëzakonshëm si gjithmonë, në kratë majtë, në kratë djathë Petrorucit, në kratë majtë Culmit, e të irblen Petrorucin, edhe ma nep mu më këthen të 16 qa. Edhe unë e gjuje, bëj gollë, me thonë një me zara, fitë me neshim me zara. Me thonë, ke ishte kujtimi i parë, dhe deri 91 që kam ikë, me thonë, janë shumë kujtime, janë 6 vjetë kujtime, dhe me thonë që janë kujtime ma tërë pozitive se sa negative. Jam shumë i kënaqur, sepse me thonë, kam shku me një kod gollash, me thonë, konsiderushme, që i mështarmini që pastar me shpirtit, me thonë, si mas logarive tjerë, me thonë që aje ka kënë specialistin në domen. Më tha që Ilir, tha, ki kënë, tha, golqenu si moj mirë, tha, i vllaznista për 40-50, nuk e di sa vjet e fundit, rreth afërsisht një 67 gola që kanë. Ai ka është, me thonë. Kënaqësi e madhe pa tjetër. Po, vllaznia është djepi i futbollit, absolutisht. Dhe na që kena lujtë, me thonë, Brezion, për mu, për mendimin tem, jena të privilegjum për sa i përket këtij sportit, kësaj dekade, dhe Ashmatek duke ba pjesë edhe në ekipin kombëtar. Kur e lexoj një moment, dhe me çkon mend cilët kanë qenë futbollistat e vllaznisë që na bëjmë pjesë në këtë listë, është me të vërtet për të rinqas trupe, kupton. Janë shumë talenta, shumë yje, shumë duke fillu prej te Muhamet Dibra, e te Sababizi që për mu, për mendimin tem, është lojtari më i mirë vllaznisë në kohëve, absolutisht, dhe është për të heq kapela, dhe të Dinxhega, duke fillte të gjithë tjerë, me thonë, të Paqrami, të Frit Borshi, të Vukatana, të Luçi, të Zmiani, të Jera, e këta në Brezion i fundit, duke mos e harru edhe Lulzim Bërshemin. Ka me met edhe ai pa tjetër në listën e lojtarëve që unë edhe që ka dhënë, pavarësisht se ka një periudhë të shkurt, po për mu ka me met i pa harrueshëm gjithmonë.